Faleminderit e nderuar drejtues seancës, nderuar koleg. Të doja të thoja që edhe nga diskutimet që u bën në hyrje të kësaj seance parlamentare, po edhe nga diskutimet që shoqërojnë këtë pikë të rendit ditës, të kujtoj faktin që po flasim për turizm. Degën kryesore të ekonomisë kombëtare tani dhe natyrisht degën që po sjell të ardhura në rritje pikërisht për këtë ekonomi kombëtare. Çdo ironi që bëhet këtu apo çdo fjalë thënë më shumë se sa duhet në sallën e kuvendit patjetër që impakton ekonominë, sa kohë që impakton degën kryesore ekonomike të saj. Tani turizmi, dega kryesore e ekonomisë, është një zhvillim shumë i rëndësishëm për këtë vend. Po të kesh parasysh që 36 vite më parë këtu nuk hynte kërkush përveç se atyre që ishin të partive marksiste-leniniste apo ndonjë kurreshtar që merrte leje nga Komiteti Qendror i Partisë Punës së Shqipërisë. Apo kur deri 30 vjet më përpara kishim një problem akoma më të madh. Detin e kishim objekt lufte, sa kohë që niseshin anije me njerëz prej këtej, e në bregun tjetër edhe mbyteshin një pjesë atyre që nuk arrinin atje, apo edhe ca vite më tutje kur detin edhe bregun e kishim një element kyç për të zhvilluar trafikun e njerëzve, armëve, drogës e kështu me radhë. Pra, turizmi sot, mbi të gjitha lundrimi në detet tona është një element shumë i rëndësishëm. Thënë këtë, do doja që të nënvizoja faktin që turizmi ynë është bërë konkurrues në rajon dhe natyrisht as kujt nuk i vjen mirë që t'i shtohet një konkurrent në një territor kaq begat sa që është rajoni e Europës Juglindore, apo t'i marri qofte edhe 100.000 njerëz, jo më 12 milion njerëz që në këtë vend, në këto periudha kohore që ju thash nuk ishin, po ishin rreth e qark vendeve të tjera të rajonit. Patjetër që është dega në rritje, është në rritje për shkak të numrit që edhe ai është në rritje i turistëve dhe mua më vjen keq për gjithë romuzet që dëgjova këtu pak më parë me numrin e turistëve, sepse nuk ka të bëjë thjesht vetëm me një shifër që jepet atje 12 milion, 13 milion, 14 milion e kështu me radhë, po shoqërohet me rritjet të flukseve hyrëse dhe dalëse. E para në aeroportin e Rinasit, që është një dhënë tjetër që konfirmon pikërisht këto flukse. E dyta në portet tona, që është po prap një dhënë tjetër që konfirmon këto rritje. Dhe porti Durrësit për pasagjerë aty është akoma, nuk ka ndryshuar në këtë pikë. Porti i Vlorës për pasagjerë aty është akoma, nuk ka ndryshuar në këtë pikë. Por është edhe rritje që vjen edhe në pikat hyrëse doganore, toksore, që konfirmon faktin që në këtë vend vazhdojnë të hyjnë flukse në rritjet popullsisë. Dhe do doja që t'i kujtoja kolegut se banon në Tiranë, po banon në zonën më të preferuar për Airbnb, që po ta shohësh duke lëvizur në këmbë, e kupton që Tirana është plot. Në të flitet anglisht, flitet frëngjisht, flitet italisht, flitet turqisht, flitet greqisht, flitet polonisht, flitet çekisht. Dilni një herë në për rrugët e Tiranës dhe kuptoni që nuk janë më në hotele, po janë edhe në për pallate. E po t'i flasësh komshive e kupton që ata janë të huaj. Me qoftë se si flet komshive, në fillim shqiptare dhe pastaj edhe të huaj, natyrisht se kupton kurrë që në pallatin tënd kanë ardhur edhe turistë të huaj. Pra, është një shifër në rritje që nuk i bën mirë Partisë Socialiste më, i bën mirë vendit. I bën mirë gjithë ekonomisë vendit edhe gjithë nëndekëve të tjera të ekonomisë që lidhen drejt me shërbimet. Dhe ky është një element shumë i rëndësishëm. Turizmi është në rritje të qartë edhe si shërbime. Dhe po të shikosh numrat, është fare evidente që qarkullimi vazhdon të jetë ose i qëndrueshëm ose në rritje. Pavarësisht shifrave 1, 2, 3%, qarkullimi vazhdon dhe konsumi vazhdon që të reflektoj pikërisht këtë rritje të numrave që kanë ardhur. E treta është në rritje edhe si destinacione. Po ne kemi pasur vetëm vijën bregdetare destinacion. Po tani keni malet plot. Malet plot. Po shikoni se si e keni veriun e Shqipërisë. Shikoni numrat e vizitorëve në veriun e Shqipërisë në male. Është pafund.
po në krahun tjetër, po shikoni edhe zonat që falë të gjithve, jo falë vetëm neshme, është falë të gjithve, janë sot pasuri botërore të UNESCO-s, po shikoni Gjirokastrën, po shikoni Beratin. Dhe brenda tyre mos shikoni thjesht dhe vetëm muzeumet, kalat, e kështu me radhë, shtëpitë muzeale apo lagjet muzeale brenda tyre, po shikoni se si po vizitohen fshatrat e tyre. Ajo që po ndodh me Beratin, që fillon në fillim të marsit edhe përfundon në mes të nëntorit, është e pa imagjinueshme, edhe shikoni se çfarë zhvillimi ka marrë ekonomia dhe turizmi rural në këto zona. Dhe përtej Beratit Gjirokastrës, po shikoni edhe zonat të tjera, që deri dje ishin të vdekura, po Shkodra është një nga destinacionet më të pëlqyera për turistët. Dhe e përdorin edhe si bazë, po edhe për ta vizituar, për të ngjitur në male, për të zbritur nga ardhurat, se ju dëgjova këtu gjithë paraditën që flisni për fluksin e paras që kanë ndikuar dollarin, që kanë ndikuar euron e kështu me radhë. Po pritmë se 5.4 miliard euro brenda një viti, po janë shumë. Po 1.4 miliard të tjera që vinë si investimet huaja direkte, po janë shumë. Po 1.1 miliard të tjera që vinë si remitanca janë shumë edhe që kanë indikim të kjo. Po të ardhurat nga turizmi janë ato që janë aty edhe ndikojnë edhe ekonominë kombëtare, ndikojnë edhe në forcimin e monedhës vendase edhe zhvlerësimin e monedhave të tjera. Në krahun tjetër, është rritur edhe punësimi që ka marrë ky sektor. Dhe është e rëndësishme. Ajo që unë kam pasur veçanërisht vërejtje gjatë muajve edhe vitit që shkoj edhe këtij muaji është që turizmi nuk mund t'i marrë punëtor degëve tjera të ekonomisë, siç është bujqësia, fjala bie. Nuk mundet që një bujk ne ta kthejmë në sanitar në një hotel apo në një lokal shërbimi me radhë, po patjetër, kjo është një vërejtje e qëndësishme. Sepse gjithë sektorët duhet kenë krahun e tyre të punës. Dhe nuk mund të pësojnë dëm pikërisht nga sektori tjetër atje, jo, duhet bashkëpunojnë dhe të jenë në një ekuilibër me njëri tjetrin. Ama, po të shohësh turizmi, po ka punëtor më tepër. Ashtu siç edhe investimet në këtë degë janë shtuar. Po pa tjetër që edhe unë i bashkëngjitem asaj vërejtjes që ore me çfarë parash po bëjnë këto hotele, restorante e kështu me radhë, po ka institucione shteti. Nuk mundet që t'ja kërkojmë këtë gjë ligjit. Jo, ligji aty është për parandalimin e pastrimin e parave, veçanërisht për të mbrojtur edhe këto sektori etik të ekonomisë kombëtare nga kriminalizimi. Po le të funksionojnë edhe tjerët. S'mund t'ja kërkoni këtë gjë vetëm, apo s'mund t'ja kërkojmë këtë gjë vetëm një Ministri e Ekonomie, një Ministri e Financë, apo një Ministri e Turizmi, po duhet t'ja kërkojmë me zë plot çdo institucion tjetër që ligji e ka ngarkuar që të bëjë verifikimin e burimeve të financimit të këtyre. Dhe pastaj mos bëhemi ne tani subjekti o objekti në të gjithë histori. Sa unë nuk njoh në një vend që mos ketë infiltruar në sektorët e ekonomisë saj edhe para që vinë nga evazioni fiskal, nga krimi, nga korrupsioni e kështu me radhë. Jo, nuk ka. Shikoni, e kam thënë një herë edhe këtu. Po Vatikani doli nga lista gri e vendeve që mbikëqyren për parandalime e pastrimin e parave para 2 vjetësh. E nxori Papa Francesco. Me masa që ndërmori brenda institucioneve të Vatikanit për ta nxjerrë nga lista gri, po ishte aty, ishte në listë gri, Vatikani. Lërëm pastaj ekonomi, domethënë si e jona e kështu me radhë. Po, duhet luftohet ky fenomen, duhet luftohet. Edhe turizmi duhet mbajtur shumë fort, pastër edhe larg infiltrimit të parave të pista. Po duhet ta bëjnë këtë punë edhe institucionet e tjera, mos mund t'ja kërkojmë thjesht një Ministri e Ekonomie që është i interesuar për fluksin e investimeve në këtë vend, një Ministri e Financa që duhet kontrollojnë aspektin e vet të fiskut. Këtë gjë e në fund fare edhe një Ministri e Turizmi që është e interesuar për përmirësimin e akoma më të madh të shërbimeve në këtë sektor. Për të kthyer tek projektligji, 3 gjëra kam unë. E para e mbi të gjitha është barazia. Patjetër që ligji duhet garantoj barazi për çdo investitor. Nuk mund t'ja japi këtë të drejtë ministër vetëm dikujt dhe dikujt tjetër jo.
E dyta që është shumë e rëndësishme, lidhet me ambientin. Dhe vija bregdetare është pasuri publike e mbylla. Vija bregdetare është pasuri publike, është pasuri shtetërore dhe duhet mbetet pasuri shtetërore nga fillimi deri në fund të jetës, se cili do investimi. Dhe brenda tyre marina detare, në fund fare, ne marrim si investim, po ama duhet mbetet pasuri e këtij vendi. Jo e kujtdo që ka para, po duhet mbetet pasuri e këtij vendi. Dhe në këtë aspekt, në aspektin e vijës bregdetare, kam edhe një element tjetër që është element shumë i rëndësishëm mjedisor. Dhe natyrisht, ne nuk mund ta bëjmë gjithë vijën tonë bregdetare me pontile që hynë det e kështu me radhë. Nuk mund ta bëjmë të gjithën. Duhet një plan i mirë menduar se ku do vendosen marinat detare. Dhe natyrisht, është detyrë jona që të kemi përgjegjësi sociale në këtë aspekt. E mbani mend atë histerinë që shpërtheu me hidrocentrale që bëheshin në çdo rrëke uji, pa pasur absolutisht asnjë lloj përgjegjësie sociale ndaj aty komuniteteve që ju prekej burimi i ujit, që sot është një problem shumë i madh që do kthehet nesër në një problem jetik me ndryshimin e klimës dhe me ndryshimin e motit. Dhe në fund fare është siguria. Dhe siguria në këto marina duhet jetë e shtetit. Unë nuk kam besim tek një operator privat që do më garantoj mua sigurin e vijës bregdetare që mund të cënohet pikërisht nga ky element shumë i rëndësishëm. Jo, unë dua shtetin në ato marina detare që të garantoj sigurinë e gjithëve. Edhe nga trafiqet, po edhe nga çdo element tjetër që kërcënon sigurinë, jo vetëm publike, po edhe sigurinë kombëtare. Faleminderit.